Në Shkodër ka përfunduar numrimi i subjekteve dhe mandatet ndahen Partia Socialiste 4, Partia Demokratike dhe Koalicioni për Shqipërinë Madhështore 5, PSD-ja 2 mandate. Për qarkun e Lezhës, jemi në kuotat 3 mandate për Partinë Socialiste, 4 për opozitën dhe Koalicionin për Shqipërinë Madhështore. Në qarkun e Kukësit, 1 mandat për Partinë Socialiste dhe 2 për opozitën dhe Koalicionin për Shqipërinë Madhështore. Në qarkun e Gjirokastrës, ndarja është 3 mandate për Partinë Socialiste dhe vetëm 1 mandat për Partinë Demokratike dhe opozitën. Nga qarku i Korçës, ndarja e mandateve është 6-4 në favor për Partinë Socialiste, asnjë mandat forcat e tjera më të vogla. Qarku i Fierit, një rezultat i thellë 12-4, por që në këto momente diskutohet që ndoshta 1 mandat mund t'i hiqet Partisë Socialiste në rast se do të fitoj nisma Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt. Natyrisht që numrimi i kutive të fundit do t'jap edhe verdiktin përfundimtar nëse ky mandat do t'i hiqet Partisë Socialiste dhe do t'i kaloj nismës Shqipëria bëhet të Lapajt dhe Endri Shabanit. Kalojmë tek qarku i Elbasanit. Regjia në këtë momente na mundson ndarjen e mandateve sipas forcave politike. 10 mandate ka fituar Partia Socialiste dhe vetëm 4 mandate opozita, e cila në këtë qark kishte drejtues Tomor Alizotin. Asnjë mandat për forcat e tjera politike. Në qarkun e Durrësit, edhe ky një qark i madh dhe me shumë votues, ku ende vijon numrimi i votave për subjekte, 8 mandate Partia Socialiste dhe 6 mandate Partia Demokratike dhe opozita Koalicioni për Shqipërinë Madhështore. Kalojmë në qarkun e Dibrës, ku tashmë gjithçka është mbyllur, 3 mandate për Partinë Socialiste dhe vetëm 2 mandate për opozitën. Në qarkun e Beratit, edhe këtu gara ka qenë interesante, 5 mandate për Partinë Socialiste dhe vetëm 2 mandate për opozitën. Dhe qarku më i rëndësishëm dhe me numrin më të madh të deputetëve që do të përfaqësojnë Kuvendin e Shqipërisë, qarku i Tiranës, 19 mandate deri tani llogariten për Partinë Socialiste, 13 ka shkuar në 13 opozita dhe Koalicioni për Shqipërinë Madhështore, po deri nga kutit që janë numruar deri në këto momente, rezulton që mandati i dytë i ka kaluar Partisë Mundësia të Agron Shehajt dhe mandati i dytë Erald Kaprit. Të shohim se si do t'jetë trendi i votave për mundësinë edhe në kutit e mbetura. Ndërkaq, 1 mandat e fiton PSD-ja me votat e numruar deri tani, 1 mandat i kalon nismës Shqipëria bëhet dhe 1 mandat Lëvizjes Bashk, e cila në listën e saj të mbyllur ka Redi Muçin dhe jo kryetarin e Lëvizjes Bashk, Arlind Qori.